Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta me sodë buke dhe limon që zhduk rrudhat për gjithmonë, ja si ta përgatisni. Me kalimin e kohës, papërsosmëritë e fytyrës bëhen më të dukshmet dhe ndërto në mund të përmendim rrudhat. Por falë recetave natyrale dhe falë përbërësve të thjeshtë që gjithsecili prej nesh i kanë në shtëpi, këto rrudha mund të zhduken sa hapën syt. Prandaj në këtë video ne do t'ju sugjerojmë një maskë me sodë buke e cila është shumë efikase kundër rrudhave. Përgatitja dhe aplikimi janë njëkohësisht shumë të thjeshta. Megjithatë, ne ju sugjerojmë që ju t'i ndiqni ato me kujdes. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 lugë sodë buke, 3 lugë ujë mineral natyral, 1 limon, pak mjalt dhe vaj ulliri. Përzjeni ujin me sodë buke për të marrë një përzierje homogjene, pastaj shtoni disa pika vaj limoni, 1 majlugë mjalt dhe vaj ulliri, duke vazhduar që ta përzjeni. Aplikojeni më pas në të gjithë fytyrën duke u përpjekur që të shmangni kontaktet me sy. Lëreni të veprojë për 15 deri në 20 minuta, pastaj shpëlajini me ujë të bollshëm. Aplikoni këtë maskë para se të flini 3 herë në javë për të eliminuar rrudhat e fytyrës. Çdo ditë, njerëzit në të gjithë botën kërkojnë nga mënyrat më efektive për ta mbajtur lëkurën e tyre të re dhe njëkohësisht të bukur. Kjo është ndoshta edhe arsyeja pse në treg ka pafund produkte kozmetike për mirëmbajtjen e lëkurës. Por, pavarësisht që këto produkte mund të kushtojnë shumë, nuk do të thotë se janë efektive dhe pa efekte anësore. Njerëzit në vende të ndryshme nëpër botë kanë tradita dhe rutina të ndryshme në lidhje me shëndetin dhe me bukurinë. Prandaj, ekzistojnë edhe shumë lloje të maskave natyrale të cilat munden të na ndihmojnë për ta pasur lëkurën sa më perfekte. Ne këtu do t'ju tregojmë disa prej maskave natyrale të cilat nuk kanë asnjë efekt anësor, janë shumë efektive dhe të lehta për të përgatitur në shtëpi. Maska me limon kundër rrudhave. Ju duhen 1 limon, 2 deri në 3 lugë gjelle mjalt dhe pambuk. Si ta përgatisni dhe ta përdorni këtë maskë? Shtrydheni limonin, lëngun më pas përzjeni me mjalt. Nëse keni një lëkurë të ndjeshme, preferohet që të shtoni edhe pak ujë tek lëngu i limonit. Vendoseni këtë përzierje me pambuk në fytyrë, lëreni të qëndrojë derisa të thajë dhe më pas pastrojeni fytyrën me ujë. Aplikojeni këtë maskë 1 herë në javë. Rezultatet që ju do të shihni janë pamje më e freskët dhe më pak rrudha, lëkurë e butë dhe e shëndetshme falë vitaminës E dhe C, lëkurë elastike dhe rinore falë flavonoidëve të cilët gjenden në agrume, maska natyrale me karrota dhe me mjalt. Atëherë, kjo maskë është vërtet efikase pasi do t'ju duhet 1 karrotë dhe 2 lugë gjelle me mjalt. Si ta përdorni këtë maskë? Lajni dhe më pas preni karrotën, vendoseni karrotën në blender dhe kur të jetë gati, shtoni edhe mjaltin dhe përzjeni mirë. Vendoseni maskën në fytyrë, lëreni të qëndrojë për 20 minuta, pastrojeni fytyrën me ujë. Këtë trajtim aplikojeni 2 herë në javë. Rezultatet që ju do të shihni janë lëkurë e shëndetshme falë sasisë së lartë të antioksidantëve dhe gjithashtu reduktim i rrudhave. Krem për lëkurën e qafës me vaj ulliri, vazelinë dhe vitaminë E. Përbërësit janë 10 ml vaj ulliri, 3 kapsula të vitaminës E dhe 3 gram vazelinë. Si ta përgatisni dhe ta përdorni këtë maskë? Vendoseni të gjithë përbërësit në një enë dhe përzjeni mirë. Nxeheni enën dhe më pas lëreni që të ftohet.
Më pas përzini përbërësit në një enë tjetër. Aplikojeni kremin më pas në qafë para se ju të shkoni në gjumë se cilën natë. Rezultate që do të shihni janë që pas 2 muajsh, qafa dhe krahërori juaj do të duken si më të freskët dhe më rinor. Halli më i madh i të gjithëve në ditët e sotme është që të ngjajmë sa më të rinj në moshë, por hallet sjellin halle dhe ne e dimë mjaft mirë se edhe kirurgjia kushton. Tani e tutje ju nuk do të keni më nevojë që të humbisni apo të shpenzoni shuma të mëdha parash për të dukur më të rinj. Kjo përzierje përbërësve natyral do t'ju ndihmojë në qëllimin tuaj. Do të dukeni shumë më të rinj nga sa mund ta keni imagjinuar ndonjëherë. Kjo maskë natyrale e fytyrës përmban vetëm 3 përbërës: gjysmë lugë çaj vaj të kokosit, një e bardhë të vezës dhe gjysmë lugë çaj lëng limoni. Udhëzimet: hidheni vezën në një tas, ndani të verdhën e vezës nga e bardha e saj dhe përzieni me një pirun derisa të shkrihet. Pastaj shtoni lëng limoni dhe vaj kokosi dhe përzieni mirë. Kjo është e gjitha. Pastaj lani fytyrën mirë me ujë të vakët dhe me sapun. Mbajini atë të thatë me një peshqir dhe aplikojeni maskën. Përdorni gishta dhe lehtësisht masazhoni fytyrën tuaj edhe me lëvizje rrethore. A nuk mendoni se tashmë keni gjetur rrugën e duhur dhe më fantastike të mundshme për të ngjarë sa më të rinj në moshë dhe mbi të gjitha me shumë pak para? Gjithashtu ju mundet që të përdorni vajin e arrës së kokosit. Me këtë vaj ju mundet që të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit, ju mundet që ta mbani vajin në lëkurë për gjithë natën. Kura duhet përsëritur për çdo mbrëmje. Vaji i arrës së kokosit i jep lëkurës tuaj një shkëlqim natyral dhe zbeh rrudhat. Vitamina E. Kapsulat e vitaminës E ju mundet që t'i blini në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre çdo mbrëmje. Vitamina në formë vajore duhet aplikuar në zonën e rrudhave dhe duhet mbajtur për disa orë. Ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje. Vitamina E hidraton lëkurën, zbeh rrudhat dhe ushqen atë me antioksidant. Uthulla e mollës. Përzieni një lugë gjelle me uthull molle me një lugë gjelle mjalt. Maskën aplikojeni në lëkurë dhe në qafë. Mbajini për 15 deri në 20 minuta dhe shpëlajini me ujë të vakët. Këtë maskë duhet ta bëni 2 herë në javë. Uthulla e mollës ruan ekuilibrat e pH-it, ndërkohë që mjalti i jep fytyrës tuaj shkëlqim më rinor. E bardha e vezës. Rriheni të bardhën e një veze dhe vendoseni në lëkurë. Prisni derisa ajo të thajë dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Kjo maskë është e përshtatshme për lëkurat me yndyrë dhe duhet bërë 2 herë në javë. E bardha e vezës e tendos lëkurën dhe zbeh rrudhat. Aloe vera. Përzini një lugë gjelle me xhelin e aloe verës me të bardhën e një veze. Maskën mbajini për gjysmë ore dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Xheli aloe verës është një burim i pasur i vitaminës E dhe bashkëpunon mirë kundër rrudhave me të bardhën e vezës. Lëngu i limonit. Përzini sasi të barabarta të mjaltit dhe lëngut të limonit. Maskën mbajini për 10 minuta. Lëngu i limonit përmban vitaminë C dhe nxit gjithashtu formimin e kolagjenit. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu
të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.